Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam 28 vjeçe dhe nëse do më kishe pyetur disa vite më parë se ku do isha sot, me shumë mundësi do të kisha dhënë një përgjigje krejt e zakonshme. Një punë zyre, një rrogë mesatare, një jetë e thjeshtë. Sepse faktikisht vij nga një familje e varfër. Nuk jam rritur me luks, jam rritur duke parë prindrit që punonin pa pushim për të mbajtur shtëpinë. Më kanë mësuar se çdo gjë fitohet me mund dhe që nuk ka rrugë të shkurtra. Për një kohë të gjatë, këtë gjë e besoja vërtet. Mbarova studimet, fillova të kërkoj punë, CV pas CV-je, intervista pa fund, disa më refuzonin me një herë, disa më mbanin në pritje për javë të tëra. Në fund, gjeta një punë zyre me një rrogë që mezi më mjaftonte për të mbuluar shpenzimet. Jetë e zakonshme, pa ankesa të mëdha, por pa asnjë emocion. Derisa një ditë një shoqe më foli për diçka që në fillim më dukej e çuditshme. Mund të fitosh shumë më tepër vetëm duke shoqëruar njerëz nëpër evente. Më tha ajo. E pash me dyshim. Të lutem, a shpjego më mirë. Është e thjeshtë. Biznesmenët, zakonisht burra të mëdhenj në moshë, kanë dëshirë që të shoqërohen nga vajza të reja. Duan një vajzë që di si të sillet, të jetë e bukur, që mban bisedën. Ti përshtatesh kësaj gjëje dhe paguhesh mirë. Më tha ajo. Në fillim mendova ta refuzoja. Nuk ishte diçka që kisha menduar ndonjëherë për veten time. Kisha frikë nga paragjykimi, nga ajo që mund të mendonin të tjerët, por edhe nga ajo që mund të përjetoja vetë. Por realiteti ishte krejt tjetër. Kisha nevojë për para, dhe mbi të gjitha ndjeva një kurreshtje që nuk më la rehat. Vendosa ta provoj. Eventi i parë ishte një darkë biznesi në një hotel luksoz në Tiranë. Më kujtohet sa nervoze isha atë ditë. Kalova orë të tëra duke zgjedhur rrobat, duke menduar çdo detaj. Kur hyra në atë ambient, u ndjeva sikur kisha hyrë në një botë krejt tjetër. Gjithçka ishte perfekte. Drita, muzika, njerëzit, biseda që silleshin rreth investimeve, marrëveshje, jetës luksoze. Dhe unë thjesht duhej të isha aty. Më prezantuan me një burr rreth të 60-tave. Ishte i qetë, i edukuar, nuk ishte asgjë nga ato që unë kisha frikë. Folëm gjatë, ai më tregonte për jetën e tij, për bizneset, për vendet ku kishte qenë. Unë dëgjoja me vëmendje, bëja pyetje dhe buzëqeshja. Në një moment kuptova diçka shumë të rëndësishme. Nuk isha aty vetëm për pamjen time. Isha aty për mënyrën si e bëja atë njeri të ndihej. Në fund të mbrëmjes më falenderoi dhe më dha pagesën. Kur pash shumën, nuk u besoja syve. Ishte më shumë se sa 2 muaj pune në zyrë. Ajo natë ndryshoi gjithçka. Fillova ta shoh këtë mundësi ndryshe. Event pas eventi fillova të mësoj rregullat e kësaj bote. Si të vishesh, si të flasësh, si të lexosh njerëzit përballë teje. Kjo punë nuk është aq e thjeshtë sa duket. Duhet të jesh shumë e zgjuar, duhet të kuptosh karaktere të ndryshme. Disa janë shumë të hapur, disa shumë të rezervuar. Disa duan vetëm dikë që t'i dëgjojë, disa duan dikë që t'i sfidojë në bisedë. Dhe ti duhet të përshtatesh. Dal nga dal fillova të kërkohem gjithnjë e më shumë. Njerëzit filluan të më rekomandonin. Emri im kalonte nga njëri tek tjetri. Ftesat u shtuan. Darka biznesi, evente të mëdha, festa private, madje edhe udhëtime jashtë vendit. Parat filluan të vinë shumë shpejt, shumë më tepër nga sa e kisha menduar ndonjëherë. Më ndryshoi komplet jeta. Fillova të vishem ndryshe, të frekuentoj vende që më parë ishia vetëm në rrjetet sociale. Fillova të kursej, të investoj, të mendoj për të ardhmen, por bashkë me këtë erdhi edhe një anë tjetër. Ka momente kur ndihesh krejt vetëm. E kuptojnë që shumica e njerëzve që takon nuk të njohin për atë që ti je. Të shohin si një rol, si një prezencë dhe jo si person. Ka momente kur lodhesh nga të njëjtat biseda, nga të njëjtat histori suksesi,
nga të njëjtat buzëqeshje që duhet të mbash edhe kur nuk ke dëshirë. Ka momente kur pyet veten, a është vërtet kjo që dua të bëj? Por pastaj kujtoj nga ku kam ardhur, ku jam tani, dhe mbi të gjitha, çfarë kam mësuar. Kjo punë më ka bërë më të fortë, më ka mësuar të vendos kufi që jo çdo gjë që blihet është e vlefshme. Mund të jesh pjesë e një bote pa e humbur veten. Dhe po, mund të them që jam bërë e pasur, jo vetëm nga ana financiare, por edhe e pasur me eksperjenca, me njohuri, me aftësinë për të kuptuar njerëzit përtej asaj që tregojnë. Ndonjëherë nuk është puna që bën, por mënyra si e përjeton atë, që të ndryshon jetën përgjithmonë.